Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falënderimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa lavdratat, paqja, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjes e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në vazhdim me emrin e Allahut Ash-Shakur dhe në pjesën e parë kemi marrë atë që ka të bëjë me argumentet që flasin se kjo është emri i Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu është emërtuar me të në Kur'an dhe gjithashtu me disa nga kuptimet që i bart në veten e tij ky emër. Pjesa e dytë që do të mirë me të ka të bëjë me përfitimet që ne duhet t'i nxjerrim nga ky emër. E kuptuam kuptimin, por tash çfarë ne praktikisht duhet të bëjmë në raport me këtë emër. Dhe kjo gjithmonë ka për bë pjesën më të rëndësishme për neve, apo aspektin praktik që ne duhet të fitojmë për kësaj. E para që duhet të nxjerrim për kësaj dhe ndëruar nga emri Allahu Ash-Shakur është që besimtari kur e njeh Allahun se është Shakur, me kuptimin që i cekëm më herët, apo se Allahu falënderon, Allahu xhallahu ala shpërblen mundin çdo kujt, kjo duhet të na nxit neve dhe të na motivon që mos të hezitojmë në asnjë çast, në asnjë mënyrë të bëjmë punë të mira, madje ato qofshin edhe shumë të vogla të paraqitshme për neve. Nga se u vërtetuam se Allahu xhallahu ala përmes emrit të tij Shakur na ka garantuar se mundi askujt nuk do shkon hoq. Madje ka në për argumente të cekura se njerëzit me pak mund kanë fituar shumë dhe janë shpëlyer shumë tek Allahu xhallahu ala. Andaj sa mundësi dhe sa shansa i kalojnë robët afër tij me bë punë mira, mirë po gjithmonë emër të saj se kjo s'dis po më duket interesant, kjo nuk ka diçka e madhe, më mundi diçka më tepër, gjithmonë me këto vezvese shetani ja humb mundësinë me buhajra. Andaj njeriu nuk duhet të humb nga asnjë shans që i jepet mundësia me bë mirë, madje sikur që ka në hadith pejgamberi wala u bi shaqqi tamra, qoftë edhe me një gjysmë hurme, edhe këtë duhet ta përdor për ta fituar xhenetin. Nga se është shumë interesant kombinimi që ka ardhur në hadithin e Buhariut për gjysmën e hurmës, apo nga se pejgamberi kur ka thonë keni frikë Allahun Azza wa Jall, dhe na ka ditë me thonë madje me gjysmë hurme, nuk ka ardhur kjo përballë për shembull një mundësie për të shulyer. Do thotë me thonë nëse do gjysmë hurme japni Allahu s'ia hub. Me kon edhe kështu kishte më qenë kjo për ne rëndësishme. Me po kanë i të kunar, keni frikë nga xhenemi, do bëni pengesa, izolani vetën nga xhenemi, wala u bishaqi tamra që me gjys hurma aftën. Para natë atë xhenem të fuqishëm të madh, atë zjarr të madh, po jap mundësi i dërguari sa selam që të bëhet pengesë edhe gjysmë hurme me trut për sa aftën. E çfarë të më ndiq më tepër? Kjo jo për shkak se gjysmë hurme ka është shumë cilësore në izolim dhe jo për këtë arsye, po për shkak se ki të bësh me Shakur, i cili do të thotë për një gjysmë hurme ka mundësi deri në atë mos me të shpërbly dhe me të falënderu, duke qenë ky falënderim i mjaftueshëm me trut ka xhenemi atë. Ose sikur se ka në ditë të shumta, sikur do të thotë ka në ditën e një orë të muslimit kur ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një grup për një fisi min Mudar, ka qenë fis Mudar, do të ka qenë në periferi të Medinës, në largësi, jo në Medinë, po në periferi, do të kanë jetuar në thellësitë të shkëtinës atje dhe kanë qenë shumë të varfër. Mirë po, kur ka rashi, kanë pas një farloj balloku. Po kur ka mungu shiu, i ka kaplu varfria në mas të madhe. Dhe ka mungu shiu në kohë të caktuar dhe i ka kaplu uria më të madhe. Kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami dhe janë vrejt në fytyrat e tyre shenet e urisë. Kanë qenë aq të lodhur nga uria sa që në fytyrë ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se i ka raskapit uria dhe i ka raskapitur etja. Dhe pas se i ka pa në këngjit e pejgamberit është ndryshu qehrja e tij apo. Ka se pejgamberi është mërzit me mërzitë e muslimanëve dhe është gëzuar me gëzimin e tyre. Dhe pas se e kanë pa kët ashab në fytyrën e tij, apo e kanë kuptuar se duhet me lëviz. Dhe është ngrit një njeri, ka shkuar në shtëpinë e tij dhe çfarë ka gjetë nga ushqimi, s'ka pas ndoshta parë më dhona, s'ka pas diçka të më dhon, po çfarë ka gjetë nga ushqimi e ka vendos, do të thotë përpara kanë pas tesha, rida dhe izar. Ka qenë këmisha më e gjatë,
apo dhe pastaj përfuni kanë pas ose mbështjellë si lloj fustoni ose do të thotë diçka tjetër që e ka mbulu pjesën e poshtme të trupit. Dhe ka marrën këtë pjesën sipër, me sikur se më marr xhemperin kështu, keq ka gjetë tek shtëpia, ka vendosur stopën. Dhe i ka hudh para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe e ka nisë një iniciativë, ajo ndoshta vlerë nuk ka bën është 2 euro. Me vlerësu sot apo. Ushqim që ka gjetë në shtëpi njëri, ushqim i thjesht i asaj kohe. Mirë po ka motivuar dhe u ka qitë ndërmend tjerëve çka do të bëj. Pastaj janë ngrit ashab të pejgamberit son, edhe kush ka pas tek shtëpia e tij ka pru në xhami apo. Dikush ka pru para, dikush ka pru argjend, dikush ka pru ushqim, derisa është bën një grumbull i madh para pejgamberit son, fastanara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. U ndriçua për një fytyrë e pejgamberit son, u ndru çehra e tij apo, u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i u bë çfarë këtyre muslimanëve apo. Pastaj ka thënë pejgamberi son men sanna fil islami sunnatan hasana, a kush e bën një punë të mirë në islam, e nis një punë të harit apo, që tjetër ndjekin e ka shpërimin e këtij tjerë që ka më punë të mirë mas tij apo, pa ju mungu shpëlimin aty apo. Andaj tha ky i pari që i gjujti, pse pak krejt e ka marrë se opën e këtij kush ka mas tij apo. E pastaj ka thënë pejgamberi në kodër të kësaj se te sadaka rajulun, një dha sadaka kështu, një kështu, madje kur e ka përmendur shpëlimin ka thënë wa tasaddaqa rajulun bi shaqqi tamra. Njëri nga njerët dha gjysë hurme e gjujti, edhe kjo përfshin shpëlim tek Allahu xhallahu ala. Andaj krejta kush bën pjesë me një punë caktuar, padyshim Allahu xhallahu ala dikon shpëlim më tepër, dikon më pak, varësisht nga mundis, nga sinqeriteti, nga sakrifica, mirë pa, ajo që është e rëndësishme se nuk mbetet askush i pashpërblyer. Andaj sot në botë nuk mundesh për shembull me fitu çmim caktuar, edhe nuk mundesh me fitu për shembull me u përmend gazetë, as nuk të japin titullin e donatorit, përse nuk jap një sasi caktuar, ose nuk jap një kohë caktuar. Tek Allahu xhallahu ala mjafton që do të quhesh donator ose të quhesh bamirës ose të quhesh mutasaddiq, ka qenë sadaka, madje ka thënë pejgamberi bi shaqqi tamra. Pse? Nga ki të bësh me dikon që është e shekur atë. Andaj përfitimi kryesor që duhet ta kemi edhe i parë që fillojmë me të është të përfitojmë këtë rafsh. La yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Mos të nënçmon dhe përbuz askush nga mirësia. Asgjë. Qof një fjalë e vogël, qof diçka e thjeshtë, mund të jetë shumë me kontribut të madh vallahi për punë të mëdha atë. Sikur që ka thonë Imam Shafiu rahimahullah, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyya, rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyya. Ka thonë Imam Shafiu rahimullah, sa punë të vogla i ka bëu të mëdha në jetë. Hanë se vogël ka nisë thjesht, po u bë çaqe madhe u bë, pse? Se Allahu xhallahu ala i ka dhënë bereqet sinqeritetin, e ka falëndruar Allahu xhallahu ala atë sinqeritet dhe atë derë që kanë pasur. Po sa punë do nisë me organizime shtetënore ku di çfarë në fund kur të zbot gjuna. S'ka bereqet, apo sa atë projekt, atë punë që niset për sy e për faqe nuk e bekon Allahu xhallahu ala. Andaj çdo punë që zhvesh nga falëndrimi Allahu xhallahu ala nuk shkon gata atë. Po çdo punë që shoqërohet me mirënjohjen dhe falëndrimin Allahu xhallahu ala shkon gjatë dhe shkon duke rrit. Në qoftë se robi e bën për hir Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhallahu ala sikurse ka thonë shumë ajete, për shembull në surën Bekara, në 261 Allahu xhallahu ala thotë: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Shembulli atyre yunfiquna amwalahum, që japin, shpenzojnë nga pasuria e tyre fi sabilillah. S'ka thon sa as qysh as kur, amwalahum. Apo e kalon të pa definuar. Shpenzojnë nga pasuria e tyre apo. Shembulli i tyre është sikur shembulli i shkafit tash. Shkafit i përngjon kemi unë, tash Allah do të më kallzu, çunë çush i bën këto unë. Kemë theli habatin, si një kokër. Andaj pasuria juve këtë çka ka si një kokër apo. Kur është? Mirë po, ambatat sab'a sanabil. Për një kokër dalin 7 kallin. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Çdo kalli ka 700 kokra të grunda. Ndërsa sa është kjo fundi apo? Kjo është vetëm shembulli më i kallzuar, nga se wallahu yudaifu liman yasha. Allahu ja shton kujt don apo. E kur Allahu ja shton kujt don, tani suni ka dhënë me numra mos e smerrni vesh apo. Mo me numra sun kallzojnë mo, se smerrni vesh për këtë punë apo. Apo na ju kallzojmë diçtë me numra, me kokra të grunit apo një kalle, një ksër, një 700, diçtë merrni vesh. Masaj lejani Allahu xhallahu ala. Për ballë shkafit, për ballë asnjë kurzimi, apo s'po thot kush jep kaç ose jep aq. Po kush e jep çish duhet, edhe ku duhet, Allahu xhallahu ala i garanton me këto shpëlim apo. Gjithashtu
Shikone në surën e Shura, në 23. Ku ka përmend Allahu xhallahu ala emrin e tij Shakur. Në kuadër të çkave të ka përmend atë. Allahu xhallahu ala thot: "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Inna Allaha ghafurun shakur." Allahu thot: "Wa man yaqtarif hasana." Kush e bën një të mirë, e ka bërë këtë mirë të pashquar. A është fjala e mirë? Po. A është udhëzimi i njerëzve, për shembull, që tu hini, se që tu është dersi, për shembull, a është që udhëzim punë mirë? Po thjeshta, shumë thjeshta diçka. Nuk kërkojnë mund të madh as shpenzime të mëdha. Edhe këtë përfshin këtu nga se ka kurzuar Allahu. As nuk e ka bërë të shquar el hasana që ti për shembull me këtë el shques, ti për shembull e kërkuar një punë caktuar, jo e ka bërë të hapur. Me një kterif hasanatan. Gjuhën arabe ku nuk vjen eli, se në gjuhën shqipe, apo fjala bëhet e shquar në bazë të shtetëve të caktuara, edhe bëhet e pashquar, edhe ka kuptimin e vet. Në gjuhën arabe, fjala bëhet e shquar me el dhe merr kuptim të caktuar. Ndërsa kur zhvesh nga eli, është shpesh është më rahmet me kompal, apo s'është më pa kufizuar, më pa limituar, më e hapur është apo. Andaj këtu qoftë me një kterif hasanatan. Kush bën mirë e ka zhvesh nga eli, apo e ka zhvesh nga kurzimet. Çfarë do të mirë e bën Rabb të mi? Që marrveshje, kush për juve bëni çfarë do të mirë aftën? Çka ndodh? Thot Allahu xhallahu ala, nazid lahu fiha husna. Ne i ashtojmë të mirë aftën. Kurkon Kur'an nuk ka ardhur, apo do të thotë përmendje kush bën mirë e që ka ardhur problemi i barabartë. Gjithkund ka ardhur i ashtojmë, i arrisim. Edhe këtu ka thot Allah, nazid lahu fiha husna, ne i ashtojmë të mirën, nuk po thot vetë në xhenet. Apo as nuk po thot i ashtojmë në punë. Na i ashtojmë, ku na i shtojmë, sa na i ashtojmë, këtë besoja këtë punë Zotit xhelal xhelalu. Pse? Inna Allaha ghafurun shakur. Shikoj subhanallahu, është duke fol për punë mira ato. Apo s'po flet për gjunohe. Po të kush bën mirë, i ashtojmë të mirën ato. E pse po thot ghafurun shakur? Pse po thot nga se Allah është falës dhe është falëndërues ato. Pse falës? Nga se atë mirë që ti e jep, apo, në qofë se e barazojmë me të mira që ti kena jep, e kena kryna, si jetë më mirë kur gjënë të, e ke harqit. Apo, të sunë në falëneve kur për begati që ti këtë, kur ti mush Allah në falënëru, kur, në qofë se veç kësër përshkënë paralelisht, apo, do në ti bën mirë, në të bën aty mirë, në falënëra neve, e pastaj kur në falënëresh neve, filloj me ti llogaritë mirë ty e qëtëre. Ama pa na kryti hakun neve, na s'pagujmë ty. Që shtu të ndunja. Apo, të ka Allahu xhallahu ala mundesh me met shumë minus me falënderim, apo, po Allahu xhallahu ala mos me shikun këtë aspekt ti minusi, po me ti shtu të mirët dhe begatit dhe mirësit që ti e bëni të mirë. Pse? Nga sa është Gafur. Ato mangësi që i kemi në rrafshin e falënderimit, apo, i mbulon me falje, ndërsa e hap rrugën përmes emrit të tij Shakur me të shpërblyer Allahu xhallahu ala për çdo punë mirë që ke bëu qoftë edhe vogël qoftë. Andaj ka Gafurun Shakur. Falës, falënderues, do të më ta fal një herë. Apo do të më ta fal një herë. Tani me shpërblyer, pa ta fal me këto gjunoje gazet bosh. S'ka e mirë që bëhet e mirë. Çdo e mirë që e bëjmë e ndy gjunohe jona ato. S'ka mundsi. Por Allahu xhallahu ala fillimisht e fal, duke e fal e qilë rrugën apëtën për me të shpërblyja apëtën. Përndaj gjdo mirësi është apëtën. Përndaj kjo në ashtin që me të vërtet t'jemi shumë ambicios dhe shumë të insistojmë në bërë në punët mira apëtën. Ka arë njëri si kurse të zmëndën Ebu Mes'ud el-Ansari radiallahu anhu thot, ka arë njëri të këpëgamer som binakatin makhtume. Për para Arabët, thot, devet e mira që i kanë pas, i kanë shëju. Kjo është për shembull për luftë. Ka qenë kategorisë më të mirë, se ka qenë shëju me vule. Ose ka qenë e lidhur dhe e përgatitur për xhihad. Ose e vulosur, ose ka pas khitan, i thon frejve, apo që këtë është e gatshme. Nuk është e zhveshur, nga se dini se përpara ka kushtuar shumë sa marri me vendos litarët me përgatitur është ekstra përgatitur, nuk ka veç dhonje. Ai ka armë një deve të përgatitur tërësisht e gatshme për me një luftë.
Ka qenë shumë domthon dhënie e madhe. E ka pru që ashtu devin ka thonë ja Rasulullah, hadha fi sabilillah. Mara. Fi sabilillah. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, leke biha yawmul qiyamah, për çdo të ditën e gjykimit kemi marr 700 copa që se japën. Ç'është ata në shkujta marrëveshja apo. Edhe një, un po të garantoj që për çdo një 700 Allah komë të japë yawmul qiyamah apo. Mahtume, çështë të njëjta, të përgatitma. Jo të zhveshna, ti pi jap dvesht kemi marr apo. Sta hub mundin apo. E 700 gjveshta mi adhon ka pas sa apo. Apo? Ja. Qysh e ke dhon, ta kthejm, po ta shufishojm. Se bërë shkërkujt nuk i him apo. Nga sa ajo është shekur apo. Andaj i ka thonë leke biha për këtë i ki 700 ditën e gjykimit apo. Dhe thash ajete shumë që ka përmend Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sa që na nxisin që për çdo punë mirë Allahu xhallahu ala e shufishon. E rrit. Andaj kjo na bën që të stimulohemi dhe mos të nënçmojmë nga bamirësia, por të jemi nga ata që vrapojmë dhe kërkojmë dhe studiojmë dhe hulumtojmë për mejdanet e punëve të mira ato. Sikur që tregtari ose kushdo qoftë, apo hulumton ku më investu, cili biznes po shkon, çka ka tash sezona apo kçyr. Besimtari kçyr çështë vënda, ku ka më bu mirë, ku shtohet, ku mund 700.000 fitu, 70.000 bën tregti me Allahu xhallahu ala nga se din se tregtia më suksesshme është ajo që bëhet me Rabbul Alaminin apo. Nga sa është e shekur, është ai që falëndron mundin e robit të tij. Andaj gjom besimtarin kët vrapim të vazhdueshëm apo. Dikush vrapon me i gjet mejdanet e investimeve të huaja apo po besimtari qytet me gjet investimin e Allahut te ai apo. Apo që Allah me investuat të me falënderim, me të shtuat mirat, duhesh me kërku ku janë ato mejdane që Allahu xhallahu është i kënaqur që ti më dhon to apo. Por ti je bindur se çdo punë që ke bë, para mënani gjysmë hurën me dhon, nuk hub tek Allahu xhallahu ala, më që nuk ka kurkush më hala dikush që të ka ofruar që shtopën. S'ka dikush të ka thonë që shtopën. Jap çi kaq, sigurisht. S'ka kështu kurrë. Këtë investimi në dunja është i shoqënuar apo me mundësitë fitimit, po edhe mundësitë humbjes. Këtë që shtopën. Tek Allahu xhallahu ala nuk ka mundësi të humbjes. Nuk ekziston 0% mundësi e humbjes apo. Madje me të shku mene se humb, prishet Allahu me ty apo. Zguzon. I dhënohet me ti me të shku mene se a ka mundësi me humb, veç me të shku mene i dhënohet. Mundësia e fitimit është 10, 700 me numra që ne ngjum, po mos ne e prishim atë kalkulatorin, se morëm u parasysh, ngjum tash në ndryshe me të nimu ty apo. Apo në shun as në shun. Që kjo është marrëveshja me Allahu xhallahu ala. Emri ti e shekur. E dyta, me konë që, subhanallah, çdo kush këtë botë, që të ofron mundësi të tregtisë me ta, partneritet me ta, po, me këndo që ke bo partneritet në këtë botë, për biznes me zhvillu, ose për çka do qoftë, ti ke ofru hisën tone, aje ka ofru hisën e vetë. Apo, ke pas llogari edhe je shumë i kënaqur që ke bërë taklëk me dikën. Edhe pse, ato që ti e ke ofru këtu, është e jotja dhe ti e lodhë. Po s'po të bën problem me investu lodhjen tënde dhe fitimin tënd që përmes ti me fitu edhe dikush tjetër pas ti po fiton pak. Ato që ti ke dhon për shembull, aty 50%, ai po fiton përmes saj, ai 50% që i rritet atij fitimi është tujave. Apo edhe ty që rritet është pitina. Andaj pitujave aty po i rritet fitimi, po ti s'ke problem nga se edhe ti këtu po fiton atë. Edhe je shumë i kënaqur, me zell e nënshkruane, me zell punon, me zell angazhohesh. Ndërsa marrëveshja me Allahun xhallahu ala në bo, nuk është 50-50. Apo është 100% me 0%. Këtë është tina, apo ai po ti jap, po thot robian, po të do që ka çfarë, edhe po të nimoj, po të dush net, po të mësoj ka më shku, edhe në fund tani po ti paguaj ka 700, ahim asim. Apo dan me jas, po dan me hi. Dhe këtë është tina. E s'ka këtu him 50 për jarab, unë du me hi në xhenet, mirë. Him ka 50% me Zot, him kështu. S'ka kështu. Krejt është e tina. Krejt çka ti të bësh me fitu gjendë është e tina. A ka diçka është e tina? Krejt aty ka. Andaj kënd Kur'an ka mimma razaqnahum yunfiqun. Ata që shpenzojnë për ato që na ju kena dhënë apo. Është kjo jotja. Na ju kena dhënë, kush ta ka dhënë dijen? Allahu ta ka dhënë dijen. Apo për ato që të ka jap ti po kallzon. Kush ti ka dhënë parat? Allahu ti ka dhënë parat. Andaj çfarë dënimi ka përjetu Karuni, i cili veç ka thonë një herë pitmijave kam apëtën. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard.
Në kuftë jotja, nale tokën pra. Allah xhallahu ala ka shafit në brendin tokës, me që ka qel tokën me gjithë çka ka pasur himran aftën. A është jotja? Nale. A është jotja? Merre me veti kush ka atje pra. Sa është kush jotja aftën? Allah xhallahu ala subhanallahu po të mundson me trajtu si pronar. A unë tash për shembull, në emën të në firme të mëdha botnore, me po marrësh me dy kompjuve, më po partner. Unë po të mundsoj, unë s'kam kurrë atje. Nuk ka mundësi apo. S'është e mundshme. Allahu xhallahu ala po e di që s'ki kurrë, as e kërkushi, apo po unë nga mirësia jam po të bëj çka kishte dikush atë. Çe pe pranoj të si kërkushi hiç, as i kurrë hiç, po unë pe pranoj me kërkushin hiç, me po marrësh atë. Për çka po ta japin, o pat sun fiton kurrë. O pat të ndihmë japën. Allah pat shkon në xhenem, Allah la ilaha illa kuma soi mo. Çka po do më të jap më shumë. Çysh po do më të çumo. Me zor në xhenet shkohet. Dikon do më çyk xhur me çuj s'ka kështu. Ti ka gjithë këto dyr, po të jap mundësinë. Andaj sa çka do qoftë apo. Me ton diku si kurrë s'ki hiç kurrë s'ki. Vjen një milioner, thot, po du me të bëtë pasën, po s'qysh me mund, s'kom kurrë. Që për shembull, po t'i dha 200.000 për pasën një sistema, apo? Që të 200.000 tani ti, i bjen boshër tak me mua, apo? Që të fitojmë tani e do në përgjystë? A heziton? I hu bajt vetat, se s'ki kurrë, apo? Edhe ti hin me herë, apo? Normal që hin e vëllazë kjo, logikisht se shnur, kjo s'ka kurrë këto. E me bu me hub, kur gjë, s'ka në flamë të shpjetë, që shka flatë e qëtash, kur gjë më shumë. A pranon me, po përvojmë pëse jo, nësë Allah Gjellera po të jap kohën 24 orë, apo po të jap shëndetin, po të jap kej që ka, po të robi jam, për qësoj që i ki, të sënë tujat, a i da një 5 vakte për mu me i falë, apëton të allo gjenetin, s'ka në vakte e rabë, apëton, la ilaha illallah, apëton. Që kjo robi, apëton, që kjo njëri, apëton. Sigur se për shembull ti parana ti me ta bëti kush që si kërkush i çështë jot ja e çon në burg. Çu ti ju falëros në haps në burg. Apo ja kumon 200.000 apo hen këtu edhe në fund thot ai a mush marrën 7 sa të veç ti dira s'kam vaga të fletjem. Unë po të thot me të bëti kush se kërkush si hiç edhe pat çka bën ai njëri atë. Çka bën? Pa çështë të robi rebelium dhe Allah xhallahu ala. Madje shumë mazi, nëse kjo është shembull shumë i vetëm ilustru ka pak kapten. Andaj këti ka dhënë atë. Me që ka thonë, a vjen që ka të saati që të me mdojlë? Vej dil, të shra që i që të i edhe shka. Kur është pëtë, vej të shra që i që të? Kur është i ma të i për? Shka apet në kanë dunje, apet. Në që ka të saati, vej që apet hënde që të? Kur është i ma të i për? Kejtë unë për t'i do. Kejtë edhe, kur është për e për jetën, shëndetin, facurin. Kejtë për të, kejtë në për meje. Se që kur kush heq, veç lemrahu. Ka 5 minuta në që të kohë që të lemrahu. Veç të i mirë jam edhe shka. Apo? Edhe petë robi, subhanallah, kejtë i merë, që ka i ka e pa Allah Gjellera, kejtë i sushizan, edhe në fund të të s'kam vakë të zotë atëm. Se duhet me punu. Qa duhet me bo këti njëri atëm? Që kja është atëm? Gjeneme i dhimë, pa këti tilve atëm që ta? Kur të kuptojsh drejt, qëfar krimi bojnë këta njerëz atëm, e kuptojnë drejt se qysh erhamur rahimin, i gjithë mëshirshmi që në gjehenem. Se rahmetu këta me që në gjehenem. Wallahi, rahmet është për tjertë. Se këta me i të falë, dënim për rabë të mirë, se Allah Gjallahu Ala. Mas të në kësoj oferte, këti ka dhëmë. Andaj mas më nësë dhe qka për te jepë. Mas mësë të të bodi qka. Andaj, subhanallah, shikon surën Taube. Kjo ajet madhështor që ditë për ditë duesh, me orar me lezu. Me rikonfirmu marveshën tonë me Allah Gjallahu Ala. Ditë për ditë. Surën Taube, Allahu qka thot? Inna Allah shtara, la ilaha illallah. Allahu ka ble, pikujt ka ble, mallën e vetë ka ble. Inna Allah shtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Shikoj këtë kujdes në Allah Gjallahu Ala. Kur bëhet puna për tregti, për me të kallëzuar se po të respekton si partner apo në këtë marrëveshje, po thot Allahu ka ble nga besimtarët, këtu s'ka thon shpirta që ne u kemi dhënë na, edhe pasun që e kemi dhënë na mos me të ngushtuar aftën. Se ti është po me të ngushtu tani, ku jetë tani hisë e unë japë? Thot, ka bli Allahu për besimtare, apo enfusahum, vetet e tyne. Të si është e jote, a vetë e jote, a i të kondor,
të ka krahasu e jotja është. Apo pse tash jam të bën marrëveshje me të nënçmuar edhe këtu e jotja është. Me vetë e tyne dhe me pasurit e tyne amwalahum bi anna lahumul janna. Apo jepja shpirtin, jepja pasurinë e tonë që këtu po thotë e jotja, apo në marrëveshje me Allahun xhallahu ta dhon xhenetin apo. Edhe pse thash edhe vetja jote edhe këtë është e tina. Apo nëse a merr Allah leje për dikujt, a bën do parë me ti marr me ti harxhit, apo a bën ti harxhit e s'vetë çfarë. Shkojnë hupin apo. S'vetë apo. A dvet që shpirt kur ke bunet më na dhon, a dvet jo vallahi s'vetë. Kur don ta merr apo. Nuk I merr leje kërkujt hiç për këtë punë apo. E qenë melekul maut dhe qëtia dhe mur fund, as ka negociata, as ka korruptim, as ka shtyrje, a i shkur që s'ka mësar. Dëvet me të jënë pejgamber të Allah xhallahu ala që Allah I ka ndëru I ka vetë kur po do me deka. Ato jo gjë kanë. Musa nëse me ka vetë sikur se në Bukhari, edhe Musa ka thonë çka or masaj arab, ka ndeka, ka që tash pra. Se Musa nëse sikur se ka në Bukhari, ka melekul mauti me amor shpirtin, Musa ku në rrept, e ka godit grosht melekul mautin. E ka pas mundësi me e pa, normal se ka pas këtë mundësi. Edhe është anku melekul maut tek Allahu xhallahu ala, ka kequr te një rob që nuk e don dekën. Allahu xhallahu ala I ka Musa ka pas dorën e madhe, ke pa, edhe melekul maut kur e ka godit e ka dëmtu. Edhe atë njërin veç me një shuplak se ka rrugë, ka mbyt njërin vend, ka pas dorën e madhe, fuqishëm ku Musa alaihi salam. I ka Allahu xhallahu ala vendosë për dorën tënde mbi një ka. Apo edhe sa përfshin për qimeve të këti kau, qaq ki jetë, apëtan. Në dora ti me qindra, kanë, wa ma dha ba'da dhalike, ja rab, e masaj që ka të kanë el maut, o petë ki me dik, që ta është pra, apëtan. Që me zgatë këtë tërpune. Apo, këtën vëllah ju ka mundësi. I ka thonë pejgamberi kur ka dalë minber, ka thonë, apo, shoku I juaj, njeri për rëbët Allahut, e është dhënë mundësia me zjedh, me mbet e o Rafiqul A'la, apo mund gjit nalt, ka thonë fëkhtar Rafiqul A'la, e ka zjedh shoqin nalt, ka kajt Abu Bekr, e ka marrë është pas ka përzjedh pejgamberi për me deka. Tjertë kërkon se vetë Allah xhallahu ala. Nuk e vetë. Asken apo. Këtë është ti apo. Edhe plus ta mundson që me bë marrëveshje. Andaj mos kujto në herë me skumbana se çfarë unë po punoj, po bëj hë. Edhe kjo marrëveshje që ka bëu tash e ka bëu rahmet me ty, pak me sikur se domon ti wallahi me fëmijën e vogël kur lum këra. Ja, qes në kirë dhe gjithon që se ka kirë, se ti, është në dhez, apo po ja, kështë me kudu që që bune, ose një telefon, loj, hesapja. Këtë është e tina. Andaj mos me nëse, është diçka e jotja. Sikur se ka thonë pejgamberi s.a.s. Asken për ju nuk ka mundësi me e fut punë ati në gjenet. Skujto që në gjenet shkon me punë të tuja. Puna jote është sebeb, që Allah në basa e vlerëson se ti shkon. Ama, a është puna jo në qmemi gjenetit jo? Absolutisht, nuk ka mundësi me konë. Puna jo nuk ka mundësi me shpagu begatin ma të vogël në këtë dunja. Këtë mundësi të ndëgjimit të tash që e kia, po? Nuk është me pagu me 1.000 dirë se marë mingu qëta. S'paguot, ka as me 1.000 namazë, ke begatia. E ku është begatia? E gjenetit. Andaj Allah xhallahu ala thot, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, hani nga ajo e lejuara që Allahu ju ka furnizuar. Wa shkuru ni'matallah, edhe falënderoni begatitë e Allahut in kuntum iyyahu ta'budun, nëse jeni nga ata që vetëm atë e adhuroni. Tjetër që duhet për të nga kjo është që ta falënderojmë Allahun xhallahu ala edhe ne. Sikurse thot një nga dietarët. Thot nëse Allahu është ai bëmirësi, është ai që na ka të gjitha. Dhe nëse ne bëjmë mirë, na falënderon ai neve, e si duhet të jetë falënderimi jon përballë atij që si kena dhënë kurrën atin atë. Veç ne hap neve. Apo nëse ai na falënderon neve, e krejt na I ka dhënë. E çysh duhet na me falënderu që kurrë si kena dhënë? Kur këtë e kupton ti pse pejgamberi sa thon çdo natë ka thonë la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Unë nuk mund të më falënderoj arab, ti I falëndruar që shtidin, unë nuk di ku diun me pejgamberi sa thon. Apo janë fry këmbët gjatë qëndrimit të gjatë në këmbë natën, I ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, ton ky mund ti ka fallo ke gjunat, ki gjunate.
Pse po lodhesh kaq fort mu fal, se ki bërsh kështu me radh, ka thon pejgamberi afala akunu abdan shakura. Këtë kjo është me kon rab falëndërues, bile pak me falëndëruar Allahun xhallahu ala. Shikoj këtë rab falëndërues, është krahasot i bë krahasime tash. Kto merri edhe të shtëpia bë krahasime. Çdo nat ka fal namaz sa në ajt komt. Apo ka ndodh ka këndu mendin e kat 5 xhuza. Sikur se ka në hadith në Hudhaifës radhiyallahu anhu. Do thotë se ka kënu Bekarën, edhe menova që 100 jetë të para e kënu e bjenë ndrëqua, për nuk shkoj, i kënu e 100 tjera, për thash e kënu në Bekarën e bjenë ndrëqua, e Hudhaifja po falë mas ti, të menu që kur ka me shku ndrëqua, se u lodhë, thotë hi në Ali Imran, thash i kënu në dajtë Ali Imran dhe bjenë ndrëqua, thotë nuk unale asë aty, e kënu Ali Imranin komplet Ali Imran me kënu në 4 gjuza, apo? Se gjuzi 5 fillan surën Nisa, thotë pastaj e këndoj surën Nisa komplet, thumë raka. Pas e ka shku në ruku, mas 5 gjuza e gjys, ose 6 gjuza, një reqat. Thot, pas ta i kanet në ruku, qaqë so kanet në koma, për. Qaj rap që, që ka boj gjatë dite, sotën për të në kitë namaz. Kaj që kja, veç të Allah me konë abden shakura. Me konë të Allah rap që e ka falëndëru Allah për begati që ka pas. Ska pas më ngi buk 3 dit, edhe e tonë këtë falëndërim Allah Gjallahu Ala për me konë rap falëndëru, sotën. Në tënë këtë begati që i kemi, sa du të me kona të rëdhe kryon namazën e Kuranion. Ndë Allah me falëndëru. Falëndërim që s'paku t'japi mundin tonë. Të nëshë Allah Gjallahu se po lodhemi, po mundohemi, po përpjekemi të falëndërim Allah Gjallahu Ala, edhe pse e dim, dhe pas çdo projektit të falëndërimit, i gjunjëzojmë i Allahut Azza Jall dhe i parulim duke thënë, s'mojë në kur, ti e që shë i falëndërum, nuk moj, është pranaj këtë mund nga një rab i dopt e i lik, për do begati që ti e ka dhona ti japëtën. Andaj, Ibn Qayyim rahimullah thot se falëndërimi te Allah xhallahu ala thot ndërtohet në 5 shtylla. Falëndërimi te Allah xhallahu ala ndërtohet në 5 shtylla. E para është të nështruarit, të gjunjëzuarit para atij që të ka bëu mirë atë. A është falënderim te Allah xhallahu ala sot mirë të Allah i ka bler me ona pat wallahi s'kam vak këtë din kismet inshallah. Çfarë falënderues kjo atë? Që gjithë ditë të elhamdulillah që Allah se pranon ti elhamdulillah. Nëse nuk i gjunjëzohet, nuk i parulet, nuk i nështrohet Allah xhallahu ala. Dhe shtylla e parë është të nështruar dhe parulja ndaj atij që të ka bëu mirë. Në këtë rast Allah xhallahu ala. E dyta, thotë Ibn Qayyim rahimullah, është me dashur atë. Me dash këtë mirësia, vallahi të shojmë me dash Allah xhallahu ala. Kjo është shtylla e falënderimit atë. E treta, me pranu begatin që ki për ti. E katërta, do të është me e lavdru publikisht Allah xhallahu ala për të mira, po pe Allahut e kem, edhe lirin, edhe keqja e kem, pizotit që kem, nësë në vjen marë më thonë kur kështu, apo, edhe e pesta, thotë më kemi shtyllë e falënderimit është, që begatin që ta ka dhonë me përdor ku ajdan. Nësë është e ti, do të më veti arab, këto mundësi që mi ke japti, keq kam ke japti, ma ke dhonë, pashamë familjen, qështë du të me përdor familjen, me ngu Allah xhallahu ala. Ma ke jap një shtëpi, qështë du të me konë shtëpia një muslimani, i arab, qështë du të me konë, kjo falënderim. Ma ke jap një pasuri, ma ke jap një dije, ma ke jap një shnet, ma ke jap një zo, ma ke jap një fuqim, ke jap trimnit, keq kam ke jap, para se me përdor begatin, do të marr udhëzuesin, me kështu, qysh po thot çaj që ka qiu me përdor. E vetë Allah xhallahu ala ai të kallzon. Këto përdore këto, këto përdore këto. Përdorimi i begatis ku Allahu don është falënderim te Allah xhallahu ala. Andaj ndërtohet mbi këto 5 shtylla. Prandaj Allah xhallahu ala na ka obliguar që Allah xhallahu ala ta falënderojmë dhe gjithashtu ky falënderim të jetë i ndërtuar në këto 5 shtylla që tash i ka pranuar me Qayyim rahimullah. Dhe ky falënderim i ndëruar është zakonisht i shoqëruar, sikur thash, me pranim të begatis dhe me pranim të mangësisë nga ana jote. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thujt zotëria e istighfarit, sayyidul istighfari ka thënë, kujna? Asaj që kanë vetë në ti, ebu u leke bi ni'metika aleje vë ebu u bi dhambi. Ebu u leke bi ni'metika aleje. Une e pranaj publikisht begatin tonë për meje, vë ebu u bi dhambi. Po me njerë masoj i pranaj gjunat e mija. Në kjo është veç ti që me ka mirësi, se une me këto gjunat së meritaj as uj me mjep me pija. Gjë shoqërohet njohja e begatis dhe pranimi i saj. Me pranimin e mëkateve,
me të vërtet formohet një fuqi e falërimit që e gëzon Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është prej përfitimeve të këtij emri. Do thotë përfitojmë që të na shtohen ambicet për bomin nga Allahu falëndron. E dyta, të dimë se këti kena pi Allahu xhallahu ala, s'ka diçka pi neve, apo? Edhe kjo na bën që ta falënderojmë Allahun xhallahu ala. Dhe e treta, ta kuptojmë se kemi obligim ta falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dhe ky falënderim nuk është sipas tekeve tona, sipas çejve tona, por ndërtohet në shtylla dhe baza të saktuara. Përfitimi i katërt që marrim për këtë të ndëruar është që nëse duhet ta falënderojmë Allahun xhallahu ala, dhe duhet ta bëjmë këtë. Për shkak se Allahu xhallahu ala na ka dhënë të mira. Për shkak se Allahu xhallahu na ka nderuar. E për shumë shkaqe të tjera. Ka sa ajo është shekur. Atëre shariati na mëson neve që edhe kushdo që na ka bërë ndonjë të mirë, sado që është e vogël, ta falënderojmë atë për të mirë që na ka bërë. Nga se thot pejgamberi sa men lem yashkurin nas lem yashkurillah. Kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e falënderon Allahun xhallahu xhelaluhu. Ulemat kanë thënë se kjo ka dy kuptime. Kush nuk i falënderon njerëzit apo nuk e falënderon Allahun xhallahu ala, kjo ka dy kuptime. Kuptimi i parë është se kanë thonë ulemat, ai që nuk e ka zanat, s'ia don goja mi thon dikujt falënderit, apo thon fisë don as Allahut mi thon. Apo ai që nuk e ka tradit, nuk e ka zanat, nuk din njerëz me i falënderu, ky njeri zakonisht as Allahu nuk din me falënderu ç'është duhet. Ky është kuptimi i parë. Dhe kuptimi i dytë është më i ngurtë se i parë. Kanë thënë dietarët se ai që nuk i falënderon njerëzit nuk mund të konsiderojë falënderimin e Allahut xhallahu ala kur çfarë kuptimi ka kjo? Thot ka thonë ulemat se Allahu e ka kurzuar. Nuk e pranon falënderimin prej teje nëse nuk je mirë ndaj krijesave. Ti mund me kon mirënjohës ndaj Allahu xhallahu ala. Mund me kon, por është e kurzuar pranimi i kësaj mirënjohje me mirënjohje ndaj njerëzve. Duke filluar prej prindve e të poshtë. Prind që janë sebeb i lindjes tënde fizike dhe dietarët që janë sebeb i lindjes tënde fetare të imanit apo. Nëse pejgamberi konsiderohet baba i muslimanëve, jo në kuptim fizik që na ka lind, jo, po në kuptim se me ardhen e fesë që ka ardhur, na ngjall zemrën, na kondakt, na pa islam na kondakt, kërkush na kon heq, na ka ngjall ky shariat, na ka ngjall kjo fe. Andaj ti jemi mirënjohës ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht duke dërguar selavat shpesh armita, sa përmend emrin e tij, themi Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed. Ditë në xhumë ta shpeshtojmë me selavat, një lloj veç mirënjohje e vogël ndaj tij, ta përhapim sunetin e tij, të flasim për të mirë, ta mbrojmë atë. E ke çka duhet për të, spaku një lloj mirënjohje për të mirën që na ka bërë. E pastaj edhe për ulemat ton. Nuk është mirënjohje për ulemat me vol keq për ta. Nuk është mirënjohje për ulemat që na kanë zbërthyer shariatin, na i kanë hap syt, me kuptu dinin, nuk është mirënjohje me vol keq për ta, me përgoju, me shpif, me ilon keq. Sa është kjo? Padyshim mirënjohje ndaj tyre apo. Edhe te muslimani i fundit shumë rradh apo. Nëse tashmë i radhit kategoritë shumë apo mirë po them po flas për ata më të lartë ndërta më ulta pe njerëzve, kushdo që na ka bëu mirë, duhet i bëj mirë ato. Dhe duhet ta falojmë për këtë mirë që na ka bëu. Çdo kujt. Andaj duhet edhe në mes të muslimanëve. Nuk duhet kemi prodhu hasad mes muslimanëve. Nuk duhet kemi prodhu probleme mes muslimanëve. Nëse për shembull dikush ka kontribuar më shumë për dinë të Allahut xhallahu ala, dukshëm ato sana, ka dhënë më shumë, ka punuar më shumë, është lodh më shumë, apo e gëzon i fallë privilegjin e nderi, e gëzon i fallë falëndrimi publik, apo nuk do të mund dikush, pse ato çdo kush e ka vënë vetë. Pejgamberi s'ka hezuar kur në mes të sahabëve me thon Abu Bekri. Pse ndoshta dikujt ka marrë Omeri, ka pasur vëllai me kon, po Abu Bekri Omeri. Bele sahabët e kanë ditë, çdo kur e ka punuar Abu Bekri Omeri. Ka thonë pejgamberi apo për një punë ka thonë që do të ndodh, që ka më fol ujë, ku ka më ndodh, ka unë besoj kët, besoj Abu Bekri Omeri. Edhe Uthmani Aliu kanë besu, apo këtë kanë besu, mirë po i ka veçu. Stimulim, apo se kush bën mirë, duhet më falënderoj. Për minxit të tjerë, bëj është të mirë, çu të përmend edhe amlet ato. Kontribon, jap, angazhohesh, sakrifikohesh, përmendesh ato. Po nuk ka angazhohesh, nuk kanë më bën kurrë. Të respektoj si musliman, i kem 6 obligime ndaj tij, po më tepër se kaq mos kërkoj Allah. Qase ka dallime. Normale kjo punë. Normal nuk Allahu xhallahu ala i ka edukuar sahabët këto. Khalid ibn Walid ka qenë shpata Allahut, sa ka punë mirë atë. Mirë po kur
E ka shqetësuar Abu Bekri ka pejgamberi, mos më ngusni ashabët e mi apo thon. Ke dun kon ashabët e time. Allahu xhallahu ka thon, la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fath wa qatal. Nuk është i barabartë ai që para shpërngullit Mekë, s'ka pas shtet, s'ka pas diçka që po doka çiko. Që aty kanë jap çka ka pas, kanë investuar, kanë u pejgamberi, nuk është një sigurt ata kur ndal Medinë tash u bë shteti e kanë një perspektive. Nuk janë barabartë tash problemat. Apo nuk ka qenë barabartë as ata që kanë marrë pjesë në Bedr me ata që kanë marrë pjesë në Uhud. Gjithmonë ka dallime. Andaj edhe tek ashabët e pejgamberit kemi, na i dojmë këtë ashabët e pejgamberit. A'udhu billahi min ridikon. Larg asaj. Mi pa i dojmë gjithë njëjtë. Jo. Abu Bekri do na më shumëti. A kanë pas kushtia për çfarë arsye? Allah për kurrë, vetëm se gjithmonë ku kon pejgamberi çati u kanë ngatujni mua apo. Po gjithmonë e dojmë apo. Po çato se të diçka na zdim se me dosh atë njëra apo. Po gjithmonë e sheh apo. A është në hijrat, a është në shpellë, atje gjithmonë e sheh Abu Bekr. Ata e dojmë për çet punë. Omerin e dojmë. Mas Abu Bekrit. Mas Omer kanë dojmë. E dojmë Uthmanin radhiyallahu anhu. E dojmë Aliun, pastaj 10 përzu me xhenet. Po krejt sahabët janë në xhenet. Mirë, po janë do 10 që i ka përzu Allah në dunja të kun. Për çfarë asnjë këtë dallime? Në bazë pamëve, dukjeve, jo Allah. Në bazë kontributit, angazhimit, nuk është njëjtë apo. Nuk është njëjtë dikush që kontribon e sakrifon e mundohet një sikur dikush që nuk bën çështo. Nuk jemi në ata që vlerësojmë apo të mundë njerëz. Mirë, po nëse Allah xhelalu ala çet pa mundë dikujt. Dhe vrehet se ndikimi i tij këtë punë është i madh, duhet ta falënderojmë për këtë çështje apo. Nga se kjo është nga falënderimi i Allahu xhelalu ala që e kemi apo. Prandaj falënderimi i njerëzve është falënderim te Allahu xhelalu ala. Jo din atë mos me kap dikon vetë pëlqimi ose me kuptu dikush me lyp kët. Bamirsi nuk e lyp falënderimin apo. Ai nuk e lyp. Për faktin që ai nuk e lyp, nuk duhet ta më thonë që mos arritëm na mend apo. Ti mos e bëj gale apo. Ti thuaj falënderit Allahut shpërblet apo, nëse ai e din çu shmirë me këtë çështje pas apo. Ka se lavdimi që e ka ndërruar pejgamberi nuk ka të bëjë me falënderimin. Ka thënë pejgamberi sa më thon, domthon hodhni në fytyrat e lavdëruesve dhej. Ka të shilëvdojnë, kjo s'ka me falënderim. Kjo ka të bëjmë me thonë, për shembull, thonë, sikur se ka mos me konë ti, që ky e ti e konë gjithmonë, babë që ke pasë, s'ka nevojë. S'ka nevojë me hinë histori, as me qelë dosje. Apo, kjo është ndalume. Mirë, po, Allah është përbleft. Madje ka erë publikisht, me përmend, për shembull, situatë caktuar, për me stimulu dhe me nxit, nuk prish punë. Edhe pse është më mirë kur nuk është aty, por spaku me përmend atë. Kjo është falënderim ndaj njerëzve. Për çka do qoftë? Kur do që ka bëu të mirë atë? Kur do që ka bëu të mirë? Çka do qoftë, me një fjalë, me çka do që ka bëu mirë Islamit, muslimanëve këtu më radh, duhet me falëndëruar ata. E ky falënderim pastaj fuqizohet ose zbehet varësisht nga lloji i kontributit, varësisht nga sasia e kontributit e këtu më radh. Prandaj i mbetemi me të vërtetë borxhli gjithmonë pejgamberi sa më, që s'u shlim këtë borxh kurrë në tij apo. Po pas sa i mbetemi borxh të mëdhaj, vallahi borxh të mëdhaj i mbetemi ulemave, të cilët natën e tyre kanë bashkuar me ditë për me ta zbërthy ty në kuptim të caktuar dinit apo. E pastaj më ardhi dikush më akuzu si ulema të shitun e të shtetit e më fol sot, kjo është dyftësia më e madhe, paturësia më e madhe që mund dikush më bëj. Nuk po vjen ata që janë shitën dihet shitën apo. Ma dikush që gjithmonë ka qenë me problemet e muslimanëve, i ka mbrojtë, ka fol mirë për ta, e kështu me radhë apo. Pse ka pas një mirëqenie të caktuar ekonomike ose pse u kon pak më në pozitë caktuar apo dhe pe asaj ka kontribuar dintë Allahu xhallahu ala, mund vesh pasti me 10 rreth akuza shpifje, kjo është turp apo. Morre me fol problemat e dinit kështu apo. Pa hinë për detajt e amna apo. Andaj veç për një hadith që ti sot lëshëm thosh sahih apo, me ditë sa është lodh Sheikh Albani rahimullah, apo wallahi nuk është hezitu me ala kom të më api ujt apo. Si është hezitu apo. Se ti lëshëm thosh sahih, ka thon pejgamberi, apo je i sigurt, po për këtë siguri dikush ka investuar, valla dikush u lodh për këtë punë apo. Nuk e ke çështë thjesht, vahi skamo. Tu nejt i vjen dikujt, i vjen elmi dhe kallzon, s'ka kështu. Andaj duhet me mirënjohës. Wallahi nga se çike sill bereqetin apo. Çike sill mirësinë. Kur humb falënderimin dhe mirënjohja, humb bereqetin apo. Andaj fatkeqësisht ka filluar me humb me të madhe mirënjohja ndaj prindve, ka humb bereqetin tek fëmijët apo. S'ka bereqet. Apo i kanë harruar prind, i kanë lënë prind, i ka harruar ata apo ka kthyer punë te veta kështu me radh,
e ka hup Allah bereqetin tek ai. I kanë harru ulemat që i janë sebeb i dinit, madje kanë marrë guzim e fol keq për ta, e ka hup Allah bereqetin që e kanë ditë. Ai ka informata, po s'ka bereqet të aftën. Wallahi sa njerëz i kemi pa që kanë dije, kanë informata, mirë po nuk janë falëndërues ndaj atyre që kanë marrë këtë dije, s'kan përfituar as sa një thërmi nga ilmi që kanë pasur. E ka hup Allah këtë bereqet aftën. Qase s'ka bereqet me zili, s'ka bereqet me urrëtie, s'ka bereqet me mohim të mirësisë, kështu s'ka bereqet apo. Po ka bereqet, sikur se kanë ulemat apo. Nga bereqeti i ilmit është me kallzu ku e ke marrë aftën. E dobi të madhe, unë çu të menues zbulova aftën. Kështu ta hup Allah bereqet, s'ka sukses apo. Apo çto ulemat gjithmonë s'kanë thënë, ka thonë ky, ka thonë ai, ka thonë ky, ka thonë Allah. E ti është kjo. Kjo sukses i këtij kuptimi është i këtij aftën. Ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, ka thonë Abu Hanifa rahimullah, ka thonë Malik rahimullah. Këta kanë thonë. So kjo është prodhimi joni. Kjo është bereqeti i ilmit, ndaç me kuptu drejt, apo kallëzo ku e ke marr. Mirësinë edhe falënderoj për këtë mirësi me këtë çat mundesh aftën. Ka si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është një fik që na mëson pejgamberi sa qysh me shpërbly kur dikush bën mirë aftën. Ka se na e kena marr bishtin e kësaj veç në fund sikur se kum cek aftën. Ka thonë pejgamberi men sana alakum ma'rufan fakafi'u, kur dikush ju bën mirë, shpërblane. E pejgamberi ka pasur gjithmonë me shpërbly dy fish. Qofse dikush i ka bën mirë, i ka dhënë për shembull ndonjë diçka, kur e ka kthy dy fish. Apo edhe ato që e ka marr, edhe këto për shkak të mirës që ma ke bëu aftën. E Aisha ka thonë radhiyallahu anha, fa in lam najid ya Rasulullah bima nukafi'uhu. Nëse nuk mundem me gjetë na, s'kem me çka më dhon, nuk kemë çka më shpërbly, ka thonë thuni pro jazakallahu khairan. Ama kur s'ki me çka thuaj Allahu të shpërbleft. Kur s'ki me çka, sikur se kemi thënë vazhdimisht. Në sa bëri të shkruani vëlla musliman, të kanë imu diçka, e atij e ke bleni hedije. Se ki bash, se kon farzën, ose po them me farz, se kon punon tek farzi, apo po tek bereqeti, tek mirënjohja, apo Allahu shpërblet vëllam, më ke gjetë për këtë punë, po ta çef që çta më ta bëj. Kë më kon ndërsjell, apo më kon ndërsjell, mos pret aspekti, të bën mend ti krye, ti bëna. Mirë po, që kjo është bereqeti i vllaznisë islam apo. Kur ja dim njëri tjetrin apo. E vlerësojmë njëri tjetrin apo. E shpërblim njëri tjetrin apo. Edhe dim se që kjo është pikti i Allahut. Ti mundesh me shku djathtë e majt, po që kjo është pikti. Kjo ose është pikti e këtu më radh. Andaj nga kjo marrim se edhe duhet të falënderojmë njerëzit për të mirat që i kanë bërë. Nga se kjo është pjesë e falëndrimit ndaj Allahut xhallahu ala. Edhe pse kjo thash është kategori, nuk është e njëjtë. Andaj varësisht nga sasia dhe lloji që kena përfitu dhe po për dikujt ka pas mundësi me përfitu, do shta shumë në kuptim të shëndetësor, kena mundësi shumë me përfitu në kuptim material, këtë një këtë të mira, po dikush që kena përfitu beti me shku në gjennet që kjo është me e mira, apo andaj mas shumë të edojna pejgamberin s.a.s. Apo sa e është sebeb që me shku në gjennet. E dojmë prind bëll, shumë i dojmë, sa ata janë sebeb në me kundunje, ata në kanë majtë, në kanë këshyre, kujdesin për neve, shumë i dojmë, mirë po, pejgamberi sa na ka thënë xhenet Allah. Apo, andaj ato na më shumë të. Dhe çdo kush që është në këtë drejtim, që me çka do që ka kontribuaj, na ka ndihmuar me shkuën në xhenet, këtë e do na më shumë të. Edhe falënderoj më shumë të. Andaj dikush na ka, për shembull, dikush na ka ble diçka caktuar me dunjas, edhe dikush na ka dhënë diçka për din. Apo edhe këtën këtu, apo mirë pa ajo që shpërzohet për din që është më mirë atë. Ai që na ka bën nder në fen tonë, na ka bën nder më shumë të. Pastaj nderimet e tjera me radhë që vinë atë. Me pa kjo është në kodrat e emrit të Allahut është Shekur. Dhe me kuptu drejt emrin e Allahut Shekur, falënderoj njerëzit sikurse e përmenda që kanë cek ulemat lidhe me këtë kuptim atë. Këtu janë disa prej kuptimeve që padyshim janë të rëndësishme dhe janë baza e këtij kuptimi. Allahu xhallahu ala dhe ndëruar në Kur'an në shumë vende i ka përmend begatit. I ka numëruar begatit. Duke thënë nga begatia e Allahut është kjo, nga begatia e Allahut është kjo, nga begatia e Allahut është kjo, apo për të na edukuar neve me edukatën e mirënjohjes dhe falënderimit apo. Andaj nga gjitha kjo kuptojmë se sa është e dashur tek Allahu xhallahu ala falënderimi dhe mirënjohja me kuptimin që cekëm më herët apo. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah,
kush shoqënohet me emrat e Allahut, dëgjoj këtë më vjen se kjo është fundi atë. Hadhe ibn Qayyim rahimullah, kush shoqërohet me emrat e Allahut, e kapin për dorë dhe nuk e lëshojnë derisa të futin në shoqërinë e Allahut azza xhallahu. Njohja e Allahut çon te Allahu xhallahu ala. Andaj thot ibn Qayyim rahimullah, Allahu xhallahu ala është shakur dhe i dën robët e tij shakirin. Allah është falendërues dhe i dën robët e tij falendërues. Allahu është bujar e i dën robët e tij bujar. Allahu xhallahu ala është i mëshirshëm, i dën robët e tij mëshirshëm. Allahu xhallahu ala është i dijshëm, i dën robët e tij që janë të dijshëm. Andaj çdo cilësi dhe emër që Allahu e ka, nëse ti përfiton prej saj, hyn tek Allahu xhallahu ala. Përfshihet në atë që Allahu i dën dhe i ka afër ti. Dhe të kundërt në kësaj Allahu e urren. Andaj ai që është për shembull mos mirënjohës, nuk mundet me u fut tek Allahu xhallahu ala mbrana, nga se porta e hyrjes tek ai është përmes emrave të tij, jo të kundërt në saj aftën. Andaj për as sa njëri mos mirënjohës, për aq është i largët nga hyrja tek porta e Allahu xhallahu ala. Për aq është pa rahmet, për aq është larg, për aq është jahil, është larg, për aq e kështu me radhë paket emrat e Allahu xhallahu ala. Andaj aq sa ke përfituar nga emri Allahu Shakur, për aq ju ke ofru. Edhe nuk lëshon kjamen ndesa të futë tek Allahu xhallahu ala. Që ti e kupton këtë drejt apo. Dhe çdo emër tjetër për emrat që kemi vull për emrat e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është mirësia e kësaj. E nuk hub njëri kur gjë, nëse thash ose falënderon njerëzit, ose falënderon Allahun xhallahu ala, ose bën këtë kuptime që i cekëm nga kuptimet e emrit të Allahut është Shakur, nga se gjitha këto e kapin nga ndonjë anë e caktuar e tij derisa të futet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse Allahu xhallahu ala që na bën nga robët e tij falëndërues, me kuptimin e drejtë të këtij falënderimi. E pse thash ka ndoshta dobi të shumta që mund të nxjerrin nga emri Allahu Shakur, por mendoj se nëse fokusohemi këto 4 apo 5 sa i përmendën për këtë ligjërat, do të jetë mjaftueshme me lenin Allahu xhallahu ala për të na dhënë atë që ne po e kërkojmë, që të hyjmë tek Allahu xhallahu ala. E kush futet në xhenetin e adhurimit të Allahut azza xhall, na ndoshta nuk e dim kët, po ata që janë fut na kanë thënë se nuk ka më lyp me dalë me korpi aty apo. Kjo në dunja, nga se Allahu xhallahu ala ka përmend për ata që në ahiret ka thonë, apo innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidin fiha la yabghuna anha hiwala. Ata që kanë besu, kanë bërë punë mira, atyre u takon xhennetul firdaus vend banim apo. Për herë, për gjithmonë kanë me mbet aty dhe nuk do të dëshirojnë transferim. La yabghuna ana hiwala. Në dunia kudo që ti jesh, ki qef një mahall më mirë bot që më komërnu atje. Një shtëpi tjetër ka nevojë për transferime gjithmonë. Me ndru pak ambientin. Edhe me shtëpi me kon ka qef me shku diku në pushim. Në xhenet s'ka nevojë për pushim. Apo se dëgjoj veç të më në vend tonë, veç më dal pak njëri diku, s'ka nevojë. La yabghuna anha hiwala. S'ka nevojë për transferim as për pushim me shku kërkon, çatu gjithmonë kanë më gjithmonë e kam ju që seftë të hiqet apo. Çfarë i duket atij që hin xhenet në këtë dynjë apo në adhurim të Allahu xhallahu ala, nuk lyp ai pushim. A keni ndër që një musliman që tu fal, thotë një 2 ditë më pakon mos më fal, pak më marr veten. Jo, hey, ai domon ai që ka kuptuar namazin, ai mallëngjet për namaz. Zemra e tij është e lehtë me xhamie me namaz. Për shkak të kënaqësisë dhe pretimit të këndshëm që e ndin, nga se ka hyrë tek Allahu xhallahu ala. E ju thash tash tek Allahu xhallahu ala hyhet me emrat e tij apo. Ato janë uzuesit, kallzojnë ka më shku tek Zoti xhallahu ala. Nëse nuk i ki ato uzues, e hup udhën apo. Tu dormi tek Allahu xhallahu ala gabimisht hin dikun ku s'duhet ato. Hin dikun ku s'duhet. Andaj me xhel, me ignorancë, me kooperaci, me zili, me urrëtie nuk hihet tek Allahu xhallahu ala. Kto do të më harru një herë për gjithmonë. Tek Allahu hihet me mirënjohje, tek Allahu hihet me lavdata, tek Allahu hihet me dashuri, tek Allahu hihet me bujari, tek Allahu hihet me mëshirë, me dije. Që të gjitha këto janë emrat e Allahut subhanahu wa taala se ti jap. Andaj Allahu xhallahu ala të mëson që të futemi në mëshirën e tij dhe në begatën e tij. Allahu na lësh të mëson që duhemi për hir të Allahu xhallahu ala. E të ndihmojmë për hir të Allahu xhallahu ala. Të jemi sikurse na ka përshu pejgamberi sikurse një trup, kur dikujt i dham një gisht, dham edhe pjesa e mbetur e trupit nuk bëhet rahat aftë. Allahu xhallahu ala që na forcojnë këtë din dhe të mësoj që të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman, në të dalim faqebar për Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit. Me kaq po japim fund për sot. Allahu shpëleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.